Kiara u surprizua nga fansat, një surprizë e rrallë për të, një dashuri pa kushte, buzëqeshje dhe pjesëmarrje masive të vegjël e të medhenje u ndodhen menjëherë aty tek kendi i fotove ku i kërkuan Kiarës foton, ndërsa fansat e vegjël dhe zonjat e përqafuan. Për Kiarën ky moment ishte shumë i veçantë dhe i papritur. Për një moment asaj ju duke vetja si në Hollywoodi çdo gjë ishte kaq e bukur. Ky moment për Kiarën dhe për të gjithë pjesëmarrësit do jetë i paharrueshëm. Me vete Kiara pati dhe miqtë e saj që i ka kolegë të cilët të shoqërojnë në çdo vend, asnjëherë se lën vetëm. Një skenë e ngjashme ka ndodhur me Luizin, por ndryshe nga këtu ku Kiara ishte në vendin e punës, ndërsa Luizi ishte rrugës për në festën popullore të Librazhdit. Momente të tilla mbeten gjatë në kujtime dhe lën një ndjenjë të mirë ngrohtësies. Si për fansat ashtu dhe për figurat publike të cilat ndihen të vlerësuara nga njerëz të ndryshëm të cilët i duan e i vlerësojnë me dashuri të pastër. Ne na erdhi shumë mirë kur pamë një moment të tillë live dhe jemi aty për t'i ndjekur e për t'i parë të gjithë. Se sa dashuri falin, jepni një koment e nëse keni qenë pjesëmarrës, dje na tregoni si jeni ndjerë. I urojmë suksese Kiarës. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.